Unë kam bërë me degën e Lidhjes Demokratike, më jam fort krenar për atë çështje. Sepse s'kam bërë koalicion me listën sërbska. Ma shumë ka vota në Prellush se në vendlinjen e vet në Beqiq. Pas regjistrimit popullatës vitit 2024, Prellusha ka 537 banor rezident, 293 janë shqiptar, 125 janë serb. Prej tyne 417 vota i kam une, 81 ka i kole dekeja 33, e këti kujna i kimër, ati shqiptari madha, ti fort patriot, se shumë ke dho për këtë vendi, shumë ke dho. Shumë e vërtet, unë kam bërë koalicion me Lidhjen Demokratike. Jo me Lidhjen Demokratike. Jam shumë i lumtur, nuk ndërhyva, mos u ndërhy. Ferit, mos ju përzi, mos i ndërhy. Është presion të madh, po e din, unë kam bërë me degën e Lidhjes Demokratike, më jam fort krenar për atë çështje. Sepse s'kam bërë koalicion me listën sërbska. Sepse s'bëj koalicion me listën sërbska. Me listën e njerëzve të cilës ne kanë vrarë Afrim Bunjak. Ky ka bërë koalicion me ta. Pra, që rezultatin Prellush. A ki prova për këtë që po thu? Ja ku është. Ma shumë ka vota në Prellush se në vendlinjen e vet në Beqiq. Prellush, a ka shqiptar në Prellush? Suleman Malu, a ka shqiptar në Prellush? Se krejt po i bën sërb. Ka pak. Që ta pak? A janë disa? Do me thonë si janë krejtë sërb, pas ka dështia që janë marrua atjet shqiptarve? A ka mundësi me jashtë jo, veç po i bën krejt lista sërbe? Jo, vështë në cep me cep. 95% qytetarët sërb po i bën krejt listë sërbe, nuk dihet mëre? Janë qytetarë normal edhe ata në shtana një? 95% e banorëve në Prellush janë të komunitetit sërb. Po do me thonë që janë me listën sërbe? Përfaqësuesi i tyre politikë është lista sërbska. Me cilin kërë ka kalu këtë buxhet, nuk do me thonë. Në në Drashiq që jënë Prellush po ashtu? Me të cilin kërë ka kalu buxhetin e Vushtrës. E shka o në nodi? Me dorën e listës sërbska. Qishme pranon në nodi që o sërb? Shumicën e projekte në 4 vitit e fundit. Kjo më ka thonë vetëm ko marrëveshje me asambleistin e listës sërbska. Jo, për tim pres krejt sërb po i shtim për një stes, Suleman, krejt sërb e ki fjalimin publik, e ki buxhetin ta publikoj. 2022 i ke bo kodet veçanta, më ke thonë për shkak të votës e listës sërbska më ka dosh mi bo kodet veçanta Prellushen, Grocën edhe Bojnësin. Po i shtin krejt sërb me një thes, po thu krejt votojnë për listës sërbe. vetëm diçka. Urna Ferit. Dhe ta dëgjojnë gjithë qytetarët e Voshtrisë. Mirë, 30 sekondat e ti. Jo, mësëm, lutem shumë. Shpjegoj. Veç pak. Si pas regjistrimit popullatës vitit 2024, Prellusha ka 537 banor rezident, 293 janë shqiptar, 125 janë serb, 114 janë rom, 5 janë ashkali, të drejt vote kanë po qëre kokita se kes. Jo që ta shkallzoj, po në ku morë gjithë kënë, po dhe pa to të ku mujtë, unë i kam 4500 vota ma shumë se ti, po dhe pa to të ku mujtë. Qëre, vota i kum pas shiko, qito, vetëm pas, dhe tash. Ferit, ta ja pjollën, Suleman. Suleman, ta ja pjollën. Bërë ti e dukum, ty të mungën e dukota, fajnë. Tash, si mas, regjistrimit edhe kësaj teritorit administrativ prej lumit lap, shqiptarët krejt ju kanë bashkohu komunës Prellush, ju kanë bashkohu Prellushes. Shotit. Dëgjom. Ka dole bre tash. Bol bre, e o të djallë. Plan, krytori komunës sunë e ban planin. Dëgjom veç pak. E qiti ato që e kanë në mendje dhe në zemër. Janë duke punu me po. E qka po thuti për gjysa e katoni këtu ka shqiptar? 400. Atëherë veç përgjigju, Suleman, qka po thu që në bazë të regjistrimit fundit gjysa e popullatës Prellush o shqiptar? E tashmë të thëmë ty, në një deklarat që kërë ka ja pas zgjedhjev, i emocionum me rezultatin e fitores Jo, ti kalzëm deklaratën që jënë gjysa shqiptar. Jam du ta tregu. Ku jënë shqiptar të atë? Për kon ka votu? 293 janë shqiptar. Se krejt prej lumit lap janë. Orë se ti po thu, krejt kam votu për Ka ndryshim të fjallëve, lutna. Nuk ka ndryshim të fjallëve. Ose 2 mas zgjedhjev, ka dalë në një televizion publik, i emocionum për fitores Prellush, i ka falenderu sërbë, ka unë kryetari gjithë shtetërve, bashkëpunoj me listën sërbska, kome vazhdu me bashkëpunu, edhe i kumor votat e ty në ka thonë. Ka thonë kome shtru. A ka thonë bashkëpunoj me listën sërbë? Bashkëpunoj me listën, a je i sigur? Nesër ka thonë kome shtru asfalt, nesër ka thonë kome shtru asfalt Prellush. Qështu ka folj, e ki me zëllë me figur, në emisionin e të shtatëshit, që e ka pagu me pare me dojnë. Nalo, a je i sigur që ka thonë bashkëpunoj me listën sërbe a sërbe? Bashkëpunoj me sërbet atje. Edhe me vendosja bashkëpunon me sërbe. Edhe parti sërbë s'ka folj. Cilën parti e kanë lista sërbë s'kanë Prellush? Qka më interesot cilën parti e kanë mua? Qa më interesot mua? Për to për sheqë është pranush me lista sërbë. Faleminderit, 30 sekundat e Feridit. Dëgjoj jeta,
prej që tyne 417 vota i kam une, 81 ka i ka Ledekeja 33, e këti kujna i kimër ti këtu, a ti shqiptari madha, ti fort patriot, se shumë ke dho për këtë vendi, shumë ke dho, që pëm qëtë mullë lista sërbska, po a, e unë shka kum dhonë? Shka kum dhonë une? Me qeverisje. Shka kum dhonë une? 720.000 euro për Prellushën. Që kuj kia të në të janë 720.000 euro, kupto që kjo është bugjeti i miratum, dhe gjomë, ja këtë kështë. qëre ko ki bugjetin e miratum, qëre bugjetin e miratum, po s'ki fa, po ti, po ju, po s'kan qenë miratim bugjetit his, vesh njoj vetë vendosi s'ka nejt,